tot vërteta dhe hallin e këtij populli, kush thot një të vërtetë dhe mundohet të bëjë interes publik, ti e quan, o të quajnë të molepsur, po që se thonë do të për mua, se s'ka bunë në që fshatazhon, se jam i ndershëm nga koha e këmbët, o do të quajnë psikopat. Ja, këto janë. Kjo është media këtyre, këto janë fundurinat e këtyre. Që këta mundohen ta denigrojnë çdo njeri që përballet me këta. Po këta nuk e dinë se çfarë lloj psikopati mund të jem unë dhe vazhdoj të jem unë vetëm për të përballur me këta, se kam të gjithë motivit të shkoj deri në fund kësaj pune. E kupton? Ti bësh të mira këtij vendi, edhe palaçët qeveritar tani shkruajnë këtu tani. Se gjithkush mund të fshihet pas një profili anonim, por në qëndrojmë të diskutimi bashkë tek SPAK-u, tek institucioni. Po këta më janë këta. Se me këta e kemi. Dakor. Me këta e kemi. Këta janë që këta zullumqarë, nuk ka të tjerë. Çfarë pritshmërisht ke nga drejtuesi i SPAK? Të vazhdojnë në gjurmët e paraardhësit të tij, bashkë kanë qenë. Kanë ndryshuar rolet, bashkë janë. Të dy mendohet që kanë shumë karakteristika të njëjta bashkë. Unë kam bindje që do të vazhdojnë kështu. Këtë ta kam thënë dhe para pak ditësh, para një jave ca, po ta them dhe sot. Unë kam bindje që do të vazhdojnë bashkë. Është një strukturë që ka të gjithë mbështetjen e këtij vendi. Nëse mba mend kur arrestuar Meta, 98% e sondazhet tregonin që mbështesin strukturën. Dhe përveç që ka dhe përkrajen e fortë ndërkombëtare. Pra jo për kraje të pa parë më përpara në Shqipëri. Në institucion, asnjë institucion në Shqipëri s'ka pasur më përpara një përkraje të tillë nga partnerët ndërkombëtar. Pikpyetje ngrihen mbi dy alternativa. Tani nuk duhet të ndaj opinionin në përqindje sepse duhet të zhvillohet një sondazh, po në referencë të detajeve, të komenteve, të komunikimeve private apo po themi dhe drejt për drejt me qytetarët, ka një mbështetje për SPAK-un që thonë, okay, është një strukturë e pavarur që kundërshton apo analizon, sulmon dhe e vë përpara drejtësisë të gjithë ata të cilët në fakt e shkelin ligjin. Në krau tjetër thonë që okay, është një lojë, ndoshta e qeverisë apo një lloj përpjekjeje që nuk mund të përfundojë deri në 100% e saj e suksesshme. Tani me çfarë kemi të bëjmë konkretisht me këtë institucion? Sepse të dalit dikush, po themi sikurse rasti Zoj Dumani që ka bërë vërtet një luftë e jashtëzakonshme, edhe që ta bëj vetëm, pavarësisht se thoni ka mbështetjen e qytetarëve apo ndërkombëtarëve. Po që të vendosësh në përballë drejtësisë figura të larta politike, duhet të jetë shumë e vështirë, besoj. Se historia ka njëjtë të tjera zhvillime. Historia nuk ka njohur pikërisht të gjendjen tonë sot. Unë nuk di që në Europë ka pas një sistem, pak nga kohët moderne që diskutojmë, ku kanë filluar të bënë shtetet, kombet shtetet e tjerë. Nuk di që ka pas një sistem kaq palaço, domethënë. Që po dehumanizon njerëzit, po i thënë zombi, kthen dhe deputet në zombi, nuk flasin dot, me dot tjerë. Historia ka njohur këto që themi ne përballjet. Dhe ata janë shumë konservatorë në lidhje me sistemin e drejtësisë. Kemi pasur gjyqje dhe në lindje, s'po flem edhe në Perandorinë Osmane, ku qytetari thjesht ka qenë gjyq përballë sultanit. I ka gjykuar kadiu. Por ne këta vetë zotë vetë shkop nuk ka. Pra ka përfunduar. Nëse këta janë bitë e popullit për të qep në ekzekutiv, këta janë bitë e popullit në legjislativ, këta janë bitë e popullit në drejtësi. Kanë të njëjtin mandat, njëjtin pushtet. Secili pushtetin e tij në mënyrë plot. Deri tani nuk është ushtruar. Tregoj që po ushtrohen dhe në mënyrë institucionale, ligjore. Mjafton të zbatoj ligjin dhe është në rregull struktura. A ka nevojë për kuraje? Po gjithmonë puna në drejtësi ka nevojë për kuraje. Jo vetëm në vende trazuara si Shqipëria, po dhe në vende që duken të qeta, puna në drejtësi karakterizohet nga kuraja. Është dhe kuraja për të mbajtur veten mos fusësh duart, është dhe kuraja përballësh, po nganjëherë kuraja të bën për shembull karakteristika, ai ka pasur 2 partner apo një shef për cilin ka firmosur për lallën, ka firmosur pastaj urdhër arrest. Kjo është sfida e drejtësisë. Drejtësi me të njëjtin standard, si për ato të largtin dhe për të afërmin, se s'po themi miku dhe armiku.
ata do t'jenë aty pa